Shtëpia e Big Brother VIP Kosova do të shndrohet këtë fundjavë në një skenë feste dhe emocionesh, pasi dasma e paralajmëruar do të zhvillohet të dielën, duke shtuar edhe më shumë kuriozitet dhe pritshmëri tek publiku. Lajmi është bërë i ditur përmes faqes zyrtare të Big Brother VIP Kosova në Instagram, ku produksioni ka konfirmuar se ceremonia festive do të nisë në orën 21, brenda mureve të shtëpisë më të famshme në Kosovë. Postimi ka ngjallur menjëherë reagime të shumta në rrjetet sociale, duke ndezur spekulime dhe diskutime mbi çiftin që do të jenë në qendër të vëmendjes. Megjithatë, surpriza kryesore mbetet ende e fshehtë. Identiteti i çiftit që do të kurorëzohet nuk është zbuluar ende dhe pritet të bëhet publik nesër gjatë prajmit, duke e kthyer spektaklin në një nga momentet më të ndjekur të këtij edicioni. Dasmat brenda shtëpisë së Big Brotherit kanë qenë tradicionalisht ndër ngjarjet më të komentuara, shpesh të shoqëruara me emocione të forta, xhelozi, debate dhe momente romantike, që ndikojnë drejt për drejt në dinamikën e lojës. Edhe kësaj here publiku pret që ceremonia të mos jetë thjesht simbolike, por të sjellë zhvillime të reja mes banorëve, aleanca të papritura apo edhe përplasje. Me afrimin e prajmit dhe zbulimin e çiftit, tensioni dhe kureshtja vetëm sapo rriten, ndërsa e diela premton një mbrëmje spektakolare, plot surpriza, emocione dhe momente që pritet të bëhen virale.